Dhe dua ta theksoj këtë, absolutisht askush duke u nisur nga interesi partijak, individual, personal, interesat vogla, por mendoj që duhet kemi një pamje më të gjerë në raport me nevojat që ka sot vendi dhe të jemi aty të qëndrojmë përballë të pa friksuar përballë një objektivi që nuk na tron. Fundit kjo i shkërkuar Partisë Demokratike vazhdimisht për gjatë kësaj kohe, apo jo? Po, dhe unë mendoj që Partia Demokratike nuk ka dashur të presë vetëm për kuvendin, sepse më lejoni t'ju kujtoj protestat më të fundit që ka organizuar Partia Demokratike. Dhe me këtë rast dua që të shpreh të gjithë mirënjohjen time për çdo qytetar shqiptar, për çdo qytetar opozitar që ka marrë guximin, ka dalë në shesh përpos gjithë vështirësive, dhunës, terrorit, çmimit që paguan çdo qytetar për të dalë në atë shesh dhe për të ngritur zërin. Dhe një qytetar që del në shesh nuk del në fund të fundit vetëm për veten e tij, sepse aty përçohet një mesazh kombëtar. Ndaj respekt dhe mirënjohje për të gjithë ata qytetar, pavarësisht moshës, gjinisë, që dalin aty për të drejtat, luftojnë për ta mbrojtur Shqipërinë, luftojnë për kauza të mëdha për Shqipërinë dhe luftojnë në kushte absolutisht të lehta. Nuk është e lehtë, dhe duhet kesh guxim të jashtëzakonshëm, ti dalësh makinës me ujë përballë. Nuk është e lehtë të jesh përballë policëve, të cilët janë të mirë armatosur dhe të përballesh aty dhe të shihesh sy më sy me atë policë. Ndaj unë kam respekt dhe në përgjigje të pyetjes suaj, mendoj që Partia Demokratike nuk ka pritur për këtë kuvend, i ka bërë aksionet e veta, kuptohet gjithmonë çdo veprim ose çdo aksion, gjithmonë gjithçka mund ta bëjmë edhe më mirë, ka gjithmonë vend për përmirësim. Sidomos kur bëhet fjalë për një element tjetër, Elisa, nëse mundem që të ndërpres, po ta thellojmë edhe pak këtë. Vazhdimisht ne flasim për qytetar të friksuar nga një anë, po dhe qytetar në përgjumje nga ana tjetër. Pra, ose indiferent, ka pasur terma të ndryshëm që janë përdorur për gjatë këtyre muajve, kur flasim për qytetar, për te atyre që janë të angazhuar, kanë një zë, një vokacion, jo thjesht që janë pranë Partisë Demokratike, po dhe vokacion opozitar të tyre, në kritik ndaj gjithçkaje që ndodh keq në këtë vend. Në kuadrin e kësaj, vazhdimisht thuhet që duhet ose kërkohet që duhet një hapje më e madhe e Partisë Demokratike, duhet gjetur një mekanizëm, një mënyrë se si këta qytetarë të tërhiqen, pra ti tërheqim dhe ti bëjmë që të reagojnë kështu me radhë. Kur flasim për hapjet Partisë Demokratike, si ndodh kjo hapje, si ndodh ky përafrim tek qytetarët në këndvështrimin tënd? A ishte ose a është kjo filozofi, e ke lexuar ditën e djeshme dhe në zhvillimet e kuvendit kombëtar? Dhe kur ti thua tek e fundit që Shqipëria ka nevojë për Partinë Demokratike, se në një dritare jemi kur flasim për gjitha këto. Është një pyetje shumë interesante, Armira, dhe ka shumë elementë brenda pyetjes dhe më lejo ta nis tek qytetarit të cilin shumë kush mund ta quaj të pa interesuar ose çfarë do lloj epiteti i vën atij qytetari. Unë do thosha që nuk ka sepse e ka treguar vetë realiteti i qytetarëve të vërtet me përgjegjësi dhe po e kam më së shumë ti unë tek përgjegjësia e Partisë Demokratike në kuadrin e zgjimit të qytetarëve. Po, do dalë edhe aty. Unë do thosha që nuk ka qytetar të tillë, sepse do thosha që ka qytetar të çarmatosur, një qytetar të çarmatosur nga qeveria aktuale që nuk e ka lejuar dot një mësues, një doktor apo çdo kënd që ka një profesion caktuar të mundet të ushtroj presion përballë qeverisë,